Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutura Kasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Grupi i punës për zgjerimin e Bashkimit Evropian ka miratuar raportin i BAR, i cili vlerëson progresin e Shqipërisë në përmbushjen e pikave të ndërmjetme në procesin e negociatave me BE-n. Dokumenti pritet të shqyrtohet nga ambasadorët e vendeve anëtare në Bruksel, ndërsa një vendim pozitiv që do të hapte rrugën për konferencën ndërqeveritare në 26 maj. Qeveria shqiptare e konsideron këtë një fazë të avancuar të procesit të integrimit dhe synon përmbylljen e negociatave brenda vitit 2027. Grupi i punës për zgjerimin e Bashkimit Evropian ka miratuar raportin i BAR, një dokument që vlerëson progresin e Shqipërisë në përmbushje me pikat e ndërmjetme në kuadër të negociatave të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Sipas vendimit, ekspertët e 27 shteteve anëtare të BE-s kanë arritur një dakordsi mbi një draft të përbashkët pas disa muajsh diskutime, duke marrë në konsiderat vlerësimin pozitiv të paraqitur më herët nga Komisioni Evropian për grup kapitullin themeloret. Ky grup kapitull përfshin fusha kyçe të procesit të integrimit, si shteti së drejtës, reformat në drejtësi, të drejtat themelore, funksionimi i institucioneve demokratike dhe administrata publike, të cilat konsiderohen thelbësore për ecurinë e mëtejshme të negociatave. Pas miratimit në nivel teknik, raporti i BAR pritet të kalojë në shqyrtim në mbledhjen e ambasadorëve të vendeve anëtare të BE-s që do të zhvillohet në Bruksel këtë të premte. Një vendimmarrje pozitive në këtë nivel do të konsiderohet si një hap i rëndësishëm drejt mbylljes së kapitujve të parë të negociatave të anëtarësimit dhe do të hapte rrugën për mbajtjen e konferencës ndërqeveritare Shqipëri-BE në 26 maj e 8 në radhë, ku Shqipëria pritet të përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama. Nga ana e saj, qeveria shqiptare përmes kryenegociatore Ismail Dalluka ka theksuar se procesi i integrimit po ecën sipas pritshmërive dhe se vendi ndodhet në një fazë të avancuar të negociatave me Bashkimin Evropian. Sipas qendrimit zyrtar, synimi i Shqipërisë mbetet përmbyllja e negociatave brenda vitit 2027 dhe anëtarësimi i plotë Bashkimit Evropian brenda vitit 2030. Miratimi i raportit i BAR dhe caktimi i datës për konferencën ndërqeveritare u përshëndet në Tiranë si një hap i rëndësishëm në procesin e integrimit të Shqipërisë në BE. Taulan Balla e cilësoi këtë zhvillim si dëshmi se anëtarësimi brenda këtij mandati është i arritshëm. Nga ana tjetër, Jorita Tabaku kërkoi analizë të ndryshimeve të dokumentit gjatë procesit negociues. Të dy përfaqësuesit politiku shprehën gjithashtu në mbështetje të propozimit për integrim gradual. Miratimi pas disa javësh diskutimesh i raportit vlerësimit të standardeve të përkohshme i njohur si BAR si dhe përcaktimi datës 26 për mbledhjen e konferencës ndërqeveritare ku pritet të formalizojë dokumenti për ecurinë e grup kapitullit të parë themeloret, janë përshëndetur edhe në Tiranë si zhvillime të rëndësishme në procesin e integrimit evropian. Kreu i grupit parlamentar Parti Socialiste Taulan Balla e cilësoi këtë moment si tregues objektiv për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda këtij mandati është realist dhe i arritshëm. Gjitha palët politike në vend duhet kuptojnë që jetojmë dhe pastaj në një momentum tjetër, jo që lidhet me këtë javë në kuvendin e Shqipërisë, Eksiola, por që lidhet me një qasje të re nga vendet e rëndësishme anëtare të Bashkimit Evropian. Shqipëria jone e përbashkët ka arsye të jetë e gëzuar sot, të jetë e gëzuar nesër, të martën e ardhshme në 26 maj. Nga ana tjetër, deputetja demokrate Jorita Tabaku e vlerësoi zhvillimin me një qasje më të kujdesshme, duke kërkuar që dokumenti final të analizohet në detaje, veçanërisht sa i përket ndryshimeve që mund të ketë pësuar gjatë negociatave. Neve do bëjmë bashkë diçka. Kemi draftin e parë të Common Position Paper të para 5 muajve. Do presim draftin e dytë që do dali ditën e premte dhe ne do bëjmë bashkë krahasimet. Ditë ju them që grup kapitulli i parë themeloret, që është edhe komisioni që unë ndjek në parlament, ka diskutimet më të mëdha, ka njëkohësisht edhe detyrimet më të mëdha. Pavarësisht dallimeve politike, të dy përfaqësuesit u shprehën në favor të propozimit gjerman për integrim gradual në Bashkimin Evropian, të paraqitur më herët nga kancelari Friedrich Merz. Balla theksoi se ky koncept nuk duhet parë si shqetësim për qytetarët shqiptar, ndërsa Tabaku nënvizon se Shqipëria mbetet e fokusuar vetëm në anëtarësimin e plotë në BE dhe mbështet çdo nismë që ofron këtë objektiv. Ajo që propozon kancelari gjerman, që në një farë mënyrë është e njëjta linjë me Italinë dhe me Austrinë, dhe që mendoj që do të jetë edhe Franca pjesë e kësaj qasje, ka të bëjë me pjesën që vjen më pas, pra me ratifikimin. Që procesi i ratifikimit është një proces i gjatë, kërkon përfshirjen e parlamenteve, mund të kërkojë edhe përfshirjen e popullit
me referendum. Ati u diskutua gjatë për momentin në cilën ndodhen Shqipëria, u diskutuan dhe u ngritën shqetësime edhe për vonesat e 5 muajve të fundit, po njëkohësisht edhe për faktin që ky proces kërkon vullnet politik. Dhe vullneti politik në këtë moment është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Këtu nuk e lidh vetëm me imunitetin e zëvendës kryeministres, e cila ka qenë tema e ditës dhe ka qenë arsyeja sepse ka pasur 5 muaj bllokim të I-Barit, por e lidh njëkohësisht edhe me shumë iniciativa të tjera dhe ligje të tjera të cilat diskutohen çdo ditë. Në këtë pikë të përbashkët, si mazhoranca ashtu dhe opozita theksuan se roli I opozitës është I pazëvendësueshëm në procesin e integrimit evropian dhe në garantimin e një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës. Deputetja demokrate Albana Vokshi ka akuzuar ministrin e drejtësisë Toni Gogu për dhënien e një lajmi të pavërtet lidhur me procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sipas saj, deklaratat e ministrit për ecurinë e raportit I-Bar nuk përkojnë me realitetin e procedurave në institucionet e BE-s. Nga ana tjetër, Gogu ka mbrojtur qëndrimin e tij duke akuzuar opozitën për pengim të procesit të vendit. Debati politik mbi procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian është shoqëruar me një tjetër përplasje mes opozitës dhe mazhorancës, këtë herë mes deputetes demokrate Albana Vokshi dhe ministrit të drejtësisë Toni Gogu. Në deklaratat e saj, Vokshi ka akuzuar ministrin se ka publikuar një informacion të pavërtet lidhur me ecurinë e raportit të pikave të ndërmjetme I-Bar në kuadër të negociatave me Bashkimin Evropian. Faleminderit kryetar. 2 ditë më parë, ende pa u shpërndar mbledhja e Koelës, ministri Toni Gogu doli në një konferencë për mediat dhe dha lajmin e mirë që raporti I piketave të ndërmjetme I-Bar ishte miratuar dhe I kishte kaluar Këshillit të ambasadorëve, madje dhe shpjegoi se çfarë ishte ky këshill. Po si mundet pa ju dridhur qerpiku, me çfarë pa ftyrësie ose pa aftësie ose pa dijenie ose mundet një ministër të japi një lajm që s'është I vërtet. Pra të mashtroj publikun. Nga ana tjetër, ministri I drejtësisë Toni Gogu ka reaguar duke mbrojtur qëndrimin e tij dhe duke theksuar se institucionet shqiptare kanë vijuar punën intensive për përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për integrim. Dhe nuk ngec dhe gjatë kohës që kolegët e Ministrisë Drejtësisë dhe gjithë institucionet e pavarura të drejtësisë punonin që shteti shqiptar të progreson dhe çonte 8000 faqet, më vjen keq që juve keni kontribuar në 8000 akuza të ngecjes së procesit. Si ka mundësi që smira juaj ndaj progresit të një shoqërie të tërë, sepse jeni I vetmi formacion shoqëror që shkoni mbrapa. Debati u shoqërua edhe me shkëmbim deklaratash të ashpra mes palëve, ku opozita ka ngritur vazhdimisht shqetësimin për mungesën e transparencës së qeverisë në lidhje me ecurinë reale të negociatave me Bashkimin Evropian. Çështja e integrimit mbetet një nga temat kryesore të debatit politik në vend, ndërsa palët vazhdojnë të kenë qëndrime të kundërta mbi ritmin dhe mënyrën e raportimit të procesit. Socialistët dhe demokratët kanë arritur dakordsi të plotë për ndryshimet në rregulloren e kuvendit të miratuar unanimisht në Këshillin e Mandateve Rregullore dhe Imuniteti. Opozita ka siguruar përfshirjen e propozimeve të saj për sekretariatin e etikës duke vendosur barazi mes shumicës dhe pakicës. Rregulloria e re parashikon gjithashtu sanksione financiare për deputetët e përjashtuar nga seanca. Socialistët dhe demokratët kanë gjetur dakordsi të plotë për rregulloren e re të kuvendit duke miratuar unanimisht ndryshimet e propozuara në Këshillin për Mandatet Rregulloren dhe Imunitetin në një zhvillim që konsiderohet si rradh I dakordsuar mes dy kampeve kryesore politike. Në fokus të marrëveshjes kanë qenë ndryshimet që lidhen me funksionimin e strukturave disiplinore dhe rregullat e sjelljes së deputetëve në kuvend. Një nga pikat kryesore të dakordsimit ishte pranimi I propozimeve të opozitës për krijimin dhe përbërjen e sekretariatit të etikës, një organ që do të ketë rol në shqyrtimin e shkeljeve të rregullores parlamentare. Sipas formulës së re, sekretariati do të përbëhet nga një sekretar me 5 anëtar me përfaqësim të barabartë mes shumicës dhe pakicës parlamentare. Në rast kur votat ndahen në mënyrë të barabartë, vota e sekretarit do të jetë vendimtare. Rregulloria parashikon gjithashtu që vendimet për përjashtimin e deputetëve nga punimet parlamentare do të përllogariten në ditë kalendarike dhe do të shoqërohen me sanksione financiare përmes ndalimit të pagës për periudhën e masës disiplinore.
Në rast se vendimet e sekretariatit të etikës ankohen në byron e kuvendit, efektet e masës pezullohen deri në marrjen e një vendimi përfundimtar nga ky organ. Nga ana tjetër, Partia Socialiste është tërhequr nga disa propozime fillestare për fshi përgjysmimin e kohës së diskutimeve në seancat plenare si dhe procedurën e përshpejtuar për miratimin e projektligjeve që lidhen me përafrimin e legjislacionit shqiptar në atë të Bashkimit Evropian. Marrëveshja mes dy palëve konsiderohet një hap drejt rregullimit më të qartë të funksionimit parlamentar dhe disiplinës së brendshme në kuvend, në një moment kur debati politik ka qenë shpesh herë i shoqëruar me tensione dhe përplasje në sallë. Ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, Michael Taran, ka deklaruar se çështjet e reformës zgjedhore dhe territoriale janë vendimarrje ekskluzive e institucioneve shqiptare. Ai vlerësoi rinisjen e punës në Komisionin e Posaçëm parlamentar, por kritikoi ritmin e ngadalë të procesit. Taran u shpreh skeptik për realizimin e një harte të re territoriale para zgjedhjeve të ardhshme. Ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, Michael Taran, ka dhënë një sër mesazhesh lidhur me zhvillimet politike në vend, duke u ndalur te reforma zgjedhore dhe ajo territoriale, si dhe te debatet mbi sistemin përfaqësues. Ai pranoi se Komisioni i Posaçëm parlamentar dhe reforma zgjedhore ka humbur kohë për shkak të ritmit të ngadalë të punës, por përshëndeti rinisjen e procesit, duke veçuar rëndësinë e rregullimit të financimeve të partisë politike. Sa i përket debatit për numrin e deputetëve dhe ndryshimin e sistemit zgjedhor, Taran theksoi se kjo është një çështje që i përket vetëm Shqipërisë dhe qytetarëve të saj, duke mos qenë objektiv i ndërhyrjeve të OSBE-s. Absolutisht është pra një problemi shqiptarëve, në të cilët nuk duhet të hyjmë. 150, 250, 300 është problemi juaj dhe prap në çdo vend ka situata të ndryshme. Çdo vend duhet të vendosë vetë. Nuk është puna juaj për të komentuar këtë aspekt teknik. Diplomati francez u ndal edhe te diskutimet për një hartë re territoriale, duke shprehur pasiguri nëse një reformë e tillë mund të realizohet para zgjedhjeve të ardhshme. Nuk jam i sigurt që do të shkoni me hartën e re territoriale. Nuk e di, deri tani nuk kam dëgjuar të gati një hartë e re. Nuk është puna ime që të hyj në këtë debat. Ai komentoi gjithashtu pak kënaqësitë e partive të vogla për reformën zgjedhore, duke sjellë shembuj nga Shtetet e Bashkuara dhe Franca, ku sistemet politike dhe zgjedhore ndryshojnë sipas realiteteve të brendshme dhe konsiderohen pjesë normale e funksionimit demokratik. Në fund, ambasadori u ndal tek fakti që Shqipëria ndodhet prej rreth 35 vitesh në tranzicion, duke theksuar se ky proces nuk nënkupton mungesë zhvillimi. Tranzicioni nuk kupton mungesë zhvillimi, pasi ky është një proces i vazhdueshëm që ndodh edhe në vendet më të konsoliduara perëndimore. U shpreh Taran duke shtuar se reformat janë dinamike dhe të përhershme në çdo demokraci. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha ka dënuar trajtimin e aktivistëve të flotiljes humanitare Sumud nga autoritetet izraelite, duke e cilësuar atë të papranueshëm dhe në shkelje të drejtave të njerëzit. Reagimi erdhi pas publikimit të pamjeve nga ministri izraelit Itamar Ben-Gvir. Hoxha theksoi se të ndaluarit duhet të trajtohen me dinjitet dhe në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Shqipëria i është bashkuar reagimeve ndërkombëtare lidhur me trajtimin e aktivistëve të flotiljes humanitare Sumud, të ndaluar nga autoritetet izraelite gjatë një misioni drejt Gazës. Ministri për Europën dhe punën e jashtme Ferit Hoxha ka reaguar pas publikimit të pamjeve nga ministri izraelit për sigurinë kombëtare Itamar Ben-Gvir, të cilat tregojnë aktivistët e ndaluar në kushte të konsideruara poshtëruese. Imazhet e publikuara nga ministri Itamar Ben-Gvir që tregojnë trajtime poshtërues të aktivistëve të ndaluar të flotiljes janë tronditëse dhe të papranueshme. Të gjithë personat e ndaluar duhet të trajtohen me dinjitet dhe me respekt të plotë të drejtave të njerëzit, ligjit ndërkombëtar dhe ligjit humanitar. Ai theksoi se Shqipëria kërkon respektim të plotë të standardeve ndërkombëtare të trajtimit të çdo të ndaluari, pavarësisht të rrethanave të ndalimit apo akuzave që mund të ngrihen ndaj tyre. Ministri Hoxha bëri të ditur gjithashtu se ka ambasadën e Shqipërisë në Tel Aviv që të ndjek nga afër rastin e shtetasit shqiptar Baki Goxhaj, i cili ndodhej mes aktivistëve të ndaluar nga forcat izraelite. Kam udhëzuar ambasadën tonë në Tel Aviv që të mbetet në kontakt dhe koordinim të ngushtë me autoritetet izraelite në mënyrë që të sigurohet që qytetarit tonë t'i ofrohet ndihma e duhur konsullore sipas nevojës në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Rasti i flotiljes Sumud ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare dhe ka shkaktuar reagime të shumta diplomatike
diplomatike pas publikimit të pamjeve nga ndalimi i aktivistëve. Pamjet janë kritikuar edhe nga Italia, e cila ka thirrur urgjentisht ambasadorin e Izraelit në Rom për sqarime lidhur me trajtimin e protestuesve dhe rrethanat e ndalimit të tyre në ujërat ndërkombëtare. Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Begjaj është paraqitur për herë të parë jashtë kafazit të xhamit në seancën gjyqësore të GJKO-s për dosjen e sterilizimit. Avokati i tij kërkoi pushimin ose pezullimin e çështjes dhe dërgimin e saj për interpretim në gjykatën kushtetuese. Vetë Begjaj deklaroi se procesi ndaj tij është zhvilluar në kundërshtim me Konventën Evropiane të Drejtave të Njerëzit. Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Begjaj është paraqitur këtë të njëjtën në ambientet e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në seancën e radhës së lidhur me dosjen e njohur si sterilizimi, në një zhvillim që shënoi dhe daljen e tij për herë të parë jashtë kafazit të xhamit në sallën e gjyqit. Vendimi për lejimin e Begjajt do të qëndrojë pranë mbrojtjes së tij u mor në seancën e kaluar të zhvilluar në 28 prill, ku gjykata pranoi kërkesën e paraqitur nga avokati mbrojtës. Kjo për shkak se për çështjen e sterilizimit ish ministri ndodhet në masën e sigurisë detyrim ndonë se vijon të mbahet në arrest me burg për dosjen tjetër të njohur si Saspak. Në seancën e sotme, Ilir Begjaj ul pranë avokatit të tij Ermal Yzeira, i cili paraqiti një sër kërkesash procedurale para trupës gjykuese. Mbrojtja kërkoi pushimin e çështjes ose pezullimin e saj, si dhe dërgimin për interpretim në gjykatën kushtetuese. Sipas avokatit, procesi përmban problematika që lidhen me garantimin e të drejtave kushtetuese dhe procedurale të pandehurit, çështje që sipas tij kërkojnë interpretim nga gjykata e lartë kushtetuese në vend. Edhe vet ish ministri Begjaj mori fjalën gjatë seancës duke deklaruar se procedurat e ndjekura ndaj tij kanë qenë në shkelje të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njerëzit. Ai pretendoi se procesi nuk ka respektuar standardet e një gjykimi të drejtë dhe se janë cënuar të drejtat e tij procedurale. Dosja e sterilizimit është një nga çështjet më të rëndësishme të hetuara nga prokuroria e posaçme, që lidhen me koncesionin e sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale në sistemin shëndetësor publik. Në këtë proces, Ilir Begjaj akuzohet për veprën penale të vjedhjes duke shpërdoruar detyrën si dhe për grup të strukturuar kriminal. SPAK pretendon se gjatë procedurave të dhënies dhe zbatimit të koncesionit janë shkaktuar dëme financiare ndaj shtetit. Ndërkohë, pjesa tjetër e të pandehurve të përfshirë në dosje janë gjykuar më herët në një proces të ndarë përmes procedurës së gjykimit të shkurtuar duke përfituar ulje të dënimit. Çështja ndaj ish ministrit vijon të mbetet në shqyrtim në gjykatën e posaçme, ndërsa pritet që në seancat e ardhshme gjykata të vendosë mbi kërkesat paraprake në mbrojtje dhe vijimin e procesit gjyqësor. Gjykata e apelit ka urdhëruar rinisjen e hetimeve për vrasjen e ish policit Arben Bilali ekzekutuar në Selit në janar të vitit 2019. Vendimi përfshin vazhdimin e hetimeve ndaj Gjergj Çukalit për akuzat e vrasjes me paramendim dhe armbajtjes pa leje. Çukali ishte arrestuar 4 muaj pas ngjarjes, por më pas u lirua dhe hetimi ndaj tij u pushua nga gjykata e Tiranës. Pas 7 vitesh nga ekzekutimi mafioz i ish efektivit policisë Arben Bilali, gjykata e apelit ka vendosur të rikthejë për hetim dosjen e bujshme të vrasjes së ndodhur në zonën e Selitës në Tiranë. Vendimi i apelit urdhëron prokurorin të vijojë hetimet ndaj shtetasit Gjergj Çukali, i cili dyshohet për përfshirjet e atentatit të ndodhur në 30 janar të vitit 2019, ku Arben Bilali u qellua për vdekje me breshëri armësh zjarri pranë banesës së tij. Sipas dhosjes hetimore, ish polici po hynte në banesë në momentin kur autorët e sulmit qelluan me armë automatike, duke i shkaktuar vdekje në vend. Ngjarja tronditi opinionin publik për shkak të mënyrës së organizuar të atentatit dhe profilit të viktimës. Gjykata e apelit ka kërkuar vazhdimin e hetimeve ndaj Gjergj Çukalit për veprën penale të vrasjes me paramendim dhe prodhim dhe mbajtje pa leje armëve luftarake, duke rrëzuar në këtë mënyrë vendimin e mëparshëm për pushimin e çështjes së ndaj tij. Gjergj Çukali u arrestua në maj të vitit 2019, rreth 4 muaj pas ekzekutimit të Arben Bilalit si një nga personat e dyshuar për përfshirjet e atentatit. Megjithatë, vetëm 3 muaj pas arrestimit ai u lirua, ndërsa gjykata e Tiranës vendosi pushimin e hetimeve ndaj tij për mungesë provash të mjaftueshme. Hetuesit kanë arritur në gjurmët e Çukalit pas sekuestrimit të automjetit tip Mercedes-Benz, i cili dyshohet se ishte përdorur nga autorët gjatë atentatit ndaj ish efektivit policisë. Gjergj Çukali është një emër i njohur për drejtsinë shqiptare dhe ka precedent mëparshëm penal. Ai është dënuar ndër vite për trafik droge, rrëmbim personi dhe shkelje të masave të sigurisë. Një nga ngjarjet më të njohura ku emri i tij u
përfshi ishte pengmarrja e shtetasit Fation Demirlika në vitin 2004, ngjarje që sipas hetimeve lidhet me një konflikt për shumën prej 100.000 eurosh. Për këtë çështje, gjykata e krimeve të rënda e dënoi Çukalin në nëntor të vitit 2016 për akuzën e heqjes së palishme të lirisë. Ai është arrestuar gjithashtu dhe në prill të vitit 2018 pasi kishte shkelur masën e sigurisë arrest shtëpie. Gjykata e Beratit ka lënë në burg Zamir Skënderin, 45 vjeçarin që plagosi me armë zjarri efektivin e policisë Arsen Toska gjatë transportimit të tij për në komisariat. Ndaj tij është padhur edhe akuza për vrasje me dashje të punonjësve të policisë së shtetit gjatë detyrës. Në dëshmim para gjykatës, i arrestuari shpreu pendes dhe deklaroi se nuk mban mend ngjarjen për shkak të gjendjes psikologjike dhe përdorimit të drogës. Gjykata e Beratit ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për Zamir Skënderin, 45 vjeçarin i cili pak ditë më parë plagosi me armë zjarri një efektiv policie gjatë shoqërimit të tij drejt komisariatit. Në masa të rrepta sigurie, Skënderi u shoqërua në sallën e gjyqit ku seanca u zhvilluar me dyert të mbyllura për shkak të ndjeshmërisë së çështjes dhe rrezikshmërisë të arrestuarit. Gjatë shurtimit të masës së sigurisë, prokuroria rëndoi pozitat e 45 vjeçarit, duke i shtuar akuzës fillestare për prodhim dhe shitje narkotikësh dhe veprën penale të vrasjes me dashje të punonjësve të policisë së shtetit gjatë detyrës ose për shkak të saj. Sipas organit të akuzës, veprimet e të arrestuarit përbën një ngjarje tepër të rëndë që rrezikojnë jetën e efektivit policisë gjatë ushtrimit të detyrës. Nga ana tjetër, pala mbrojtëse kërkoi lehtësim të pozitës së klientit të tij duke argumentuar se në momentin e ngjarjes ai ndodhi në gjendje të rënduar psikologjike dhe në efektin e lëndëve narkotike. Edhe vetë Zamir Skënderi ka shprehur pendesë gjatë dëshmisë së dhënë para gjykatës. Ngjarja e rëndë u regjistrua mbrëmjen e 18 majit në dalje të fshatit Kutalli në bashkinë Dimal. Sipas hetimeve, 45 vjeçari ishte shpadhur në kërkim nga policia e Kuçovës, ndërsa arrestimi i tij është realizuar në Fier. Pas ndalimit, ai po transportohej nga efektiv të policisë në drejtim të komisariatit. Gjatë lëvizjes me automjetin e policisë në aksin Fier-Kutall, Skënderi ka arritur të marrë armën e shërbimit efektivit 20 vjeçar Arsen Toska, i cili ndodhej pranë tij në pjesën e pasme të mjetit. Më pas ai ka qelluar një herë në drejtim të policit duke e plagosur në zonën e Kofshës. Pas të shtunave, 45 vjeçari të tentoi të largohej dhe të arratisej nga vendi i ngjarjes. Megjithatë, tentativa e arratisjes u neutralizua menjëherë nga efektiv të tjerë të policisë që ndodheshin në automjetin shoqërues, të cilët arritën të arrestonin sërish. Eci me zhvillime të tjera, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka nisur procesin e votimit me post për qytetarët që jetojnë jashtë të vendit në kuadër të zgjedhjeve të parakohshme të 7 qershorit. Rreth 105.000 votues të diasporës pritet të marrin pjesë në këtë proces, i cili do të zgjasë deri në 6 qershor 2026. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar udhëzimet për mënyrën e votimit dhe kthimit të zarfave përmes postës. Rreth 2 javë përpara mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit, në Kosovë ka nisur zyrtarisht procesi i votimit me postë për qytetarët që jetojnë jashtë territorit të vendit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se procesi ka filluar këtë të njëjtë dhe do të vazhdojë deri më 6 qershor 2026, afat brenda të cilit vota duhet të mbërrinë në adresat postare të përcaktuara nga institucioni zgjedhor. Sipas të dhënave të publikuara nga KQZ-ja, afro 105.000 shtetas të Kosovës të regjistruar jashtë vendit kanë të drejtë të marrin pjesë në këtë proces votimi. Pjesa më e madhe e tyre jetojnë në vende të ndryshme të Europës, ku diaspora kosovare përbën një komunitet të rëndësishëm dhe me ndikim të madh në proceset politike të vendit. Përmes një njoftimi të publikuar në rrjetet sociale, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpjeguar në detaje procedurat që duhet të ndjekin votuesit për të realizuar votimin me postë. Sipas udhëzimeve, çdo votues do të marrë në adresën e tij të banimit pakon dhe materiale zgjedhore, ku përfshihet flet votimi, zarfi i fshetësisë dhe dokumente shoqëruese për identifikimin e votuesit. Pas pranimit të pakos, qytetarët duhet të plotësojnë flet votimi sipas preferencës së tyre politike dhe më pas ta vendosin atë në zarfin e fshetësisë në mënyrë që të garantohet konfidencialiteti i votës. Mëtej, zarfi i fshetësisë së bashku me dëftesën e regjistrimit duhet të futen në zarfin kthyes, i cili më pas duhet të dërgohet përmes shërbimit postar drejt kujtisë postare përkatëse të përcaktuar nga KQZ-ja. Institucioni zgjedhor ka theksuar si qytetarët duhet të tregojnë kujdes
kujdes me afatet pasi zarfi me votën duhet të mbërri jo më vonë se data 6 qershor në kutinë postare të shtetit përkatës, ku është regjistruar votuesi. Për të lehtësuar procesin dhe për të garantuar një administrim dhe sa më efikas të votave nga diaspora, KQZ-ja ka aktivizuar kuti postare me 22 shtete të ndryshme të botës, mes tyre përfshihen Gjermania, Zvicra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar dhe vende të tjera ku jetojnë komunitete të mëdha të emigrantëve kosovar. Ndërkohë, në funksion do të mbetet dhe kutia postare e përhershme e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, ku do të administrohen dhe verifikohen votat e mbërritura nga jashtë vendit. Autoritetet zgjedhore kanë bërë thirrje që qytetarët e diasporës të respektojnë me përpikmëri udhëzimet dhe afatet në mënyrë që vota e tyre të numërohet dhe të jetë pjesë e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të 7 qershorit. Pjesëmarrja e diasporës konsiderohet një element i rëndësishëm në proceset zgjedhore në Kosovë, pasi vota e qytetarëve që jetojnë jashtë vendit ka ndikuar vazhdimisht në balancat politike dhe në rezultatin e zgjedhjeve parlamentare. Të nderuar televizionistë, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 22 maj 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me alternime kthjellimesh, vranësirash dhe rreshjesh lokale, kryesisht në zonat lindore dhe jugore. Paraditja do të sjellë mot të ngrohtë dhe intervale me diell në bregdet, ndërsa pasditja do të shoqërohet me zhvillim vranësirash dhe rreshje lokale shiu në zonat malore dhe qendrore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 27 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 9 orë me diell, kryesisht në ultësirën perëndimore dhe juglindje. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:09 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 26 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 17 deri në 27 gradë Celsius, Kukës 14 deri në 21 gradë Celsius, Peshkopi 13 deri në 21 gradë Celsius, Tiranë 17 deri në 27 gradë Celsius, Durrës 17 deri në 25 gradë Celsius, Kavaj 15 deri në 25 gradë Celsius, Elbasan 18 deri në 27 gradë Celsius, Berat 16 deri në 26 gradë Celsius, Korç 10 deri në 18 gradë Celsius, Vlorë 17 deri në 26 gradë Celsius, Gjirokastër 14 deri në 24 gradë Celsius, Sarand 18 deri në 26 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 22 maj 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me rreshje shiu pothuajse në të gjithë territorin. Paraditja do të sjellë rreshje të lehta dhe vranësira të dendura, ndërsa pasditja rreshjet mund të intensifikohen në disa zona perëndimore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 4 për shkak të vranësirave dhe rreshjeve. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:0 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic 13 deri në 20 gradë Celsius, Podujev 12 deri në 19 gradë Celsius, Skënderaj 13 deri në 20 gradë Celsius, Pej 14 deri në 19 gradë Celsius, Prishtinë 13 deri në 19 gradë Celsius, Gjakov 13 deri në 23 gradë Celsius,
Malishev, 13 deri në 21 gradë Celsius. Gjilan, 12 deri në 20 gradë Celsius. Ferizaj, 12 deri në 20 gradë Celsius. Kaçanik, 13 deri në 18 gradë Celsius. Suharek, 13 deri në 21 gradë Celsius. Prizren, 13 deri në 19 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, ku jemi me zhvillimet më të fundit në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita, bashkë me u takofshim në edicionet e ardhshme.